Sikurse në 21 përpjekje të mëparshme, deputetët të Kuvendit të Kosovës kanë dështuar edhe të martën për të 22-ën herë të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Deputetët e partive opozitare refuzuan për të 14-ën herë rresht që të formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës, sipas një propozimi të bërë më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiu, nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në detyrë. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish në vazhdimin e seancës konstituive më 27 maj që të propozonin një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Dështimi i radhës për zhbllokimin e ngërçit në Kuvendin e Kosovës ndodhi rreth 1 orë pasi organizatat e shoqërisë civile përmes një performance protestuan para Kuvendit në Prishtinë në lidhje me mos konstituimin e institucionit ligjvënës. Për çka ju kemi zgjedh? Çdo vonesë ka kosto dhe cirku i demokracisë ishin disa nga mesazhet e shkruara në fletë të bardha të ngjitura në disa karrige bosh të vendosura para hyrjes së Kuvendit të Kosovës. Ky aktivitet është një shprehje publike pak kënaqësison në formën më konkrete të mundshme, duke vendosur 120 karrige të zbrazda të cilat përfaqësojnë secilin prej 120 deputetëve të Kuvendit që nuk janë duke përmbushur mandatin e tyre për të funksionalizuar Kuvendin, deklaruan organizatorët e protestës.